Parimet kyçe të kujdesit të integruar janë pacienti ose personi në qendër, që nënkupton që gjitha shërbimet bën në bazë të nevojave dhe vlerave dhe preferencave të pacientit. Masandej kemi vazhdimësimin e kujdesit, në kuptimin në sensin e asaj që pacienti nuk humb në sistem, është ajo vazhdimësia e kujdesit që ofrohet në gjitha nivelet. Normal këtu primatin e ka mjekësia familjare, cila mjeku familjar është ai i cili e koordinon gjithë këtë kujdes. Një parim kyç tjetër është koordinimi i kujdesit, e përmenda në rastin e dytë, ku informatat shpërndahen në kohë reale dhe gjithë profesionistë shëndetësor e kanë pasqyrën reale ose planin faktikisht se çka po bëhet me kujdesin e të njëjtit pacient.